Për ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me epopen, do të kthehemi në një pjesë tjetër. Tani është koha për të ftuarën në studio. Në Kosovë shumë familje ende mbajnë në zemër kujtimet e humbjeve të mëdha të luftës. E ftuara jonë sot flet për humbjen e 5 anëtarëve të familjes të kryer nga masakra në Fushë Kosovë prej forcave paramilitare serbe. 5 anëtarë të familjes Krasniqi u zu në robë e më pas u vranë tutje. Me të ftuarën do të flasim edhe për misionin që ajo e konsideron të përmbushur për të ndjekur rrugën e mjekësisë ashtu siç dëshironin dhe atë që i lanë edhe familjarët. Sigurisht në data të tilla historike, jemi pranë gjithë atyre familjeve që kujtojnë të rënët e të humburit e tyre. Mirëpres në studio, Dafina Krasniqin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Dafin. Knaqësi me ty në studio, faleminderit për kohën. Hajde, lutem. Atuame, kjo është vendi për ty e dashur. Faleminderit. Faleminderit që je këtu në këtë pasditë me gjithë shikuesit e televizionit ATV, edhe me neve në studio A. Po thoja edhe shikuesve, e kemi nisë në fakt në një takim tonin, në një datë e ditë historike ku duket sikur plagët rihapen për shumë familje, njëjtë edhe për tuajën, siç po thoja edhe shikuesve. Çfarë ndjesish ju jep? Sa do vite dhe më thonë me shku, dhimbja është shumë e madhe. Dhimbja nuk, më thonë, është e njëjtë. Qoftë 27 vite apo 25, më thonë, është dhimbja është e njëjtë. Po njëjtë anë është edhe një krenari që kanë dhënë jetën për këtë ditë që ne sot përgëzojmë. Po ndoshta duhet me bëu edhe më shumë për vendin tonë, me punu për këtë vend, sepse kanë dhënë më shtrejtën jetën e tyre për këtë ditë. Me që amanetin e tyre në fond dhe me tregu dhe historinë brezav 3, më thonë mos më harru historia, sepse një histori dhe më thonë që harrohet, fatkeqësisht thojnë mundet më përsërit. Edhe pak ditë bëhen 27 vite prej masakrës që u krye mbi familjarët e juaj edhe të tjerë për atë të lagjës. Ju keni humbur unë gjyshrit, po, 2 agjallarë edhe vajzën e Agjës, e cila ishte në një moshë shumë të vogël, ishte vetëm 13 vjeçare. Po, 13 vjeçare. Sa vjeç ishe ti, Dafina? 6 vjeçare. Blerta, dhe më thonë 13 vjeçare, ajo ka është mbytë bashku me babën e vetë, me Agjën edhe me gjyshrit. Më thonë është adet i kanë vra 16 veta në adet, se në lagje dikon janë 32 veta, po adet du me thonë 16 veta i kanë vra. 2 agjallarët i kun pas Arbeni ka qenë ushtari UÇK-s, ndërsa Fatmiri ka qenë doktor për UÇK-n, dhe me thonë 2 kanë qenë në shërbim të vendit, edhe jem kanë dhe jem familje adhetare, dhe me thonë jem sy ashtu nga armiku, edhe momentin kur Fatmirin e kanë pru, dhe me thonë shpe ose bëja, atëherë dhe me thonë janë rrëthu edhe shpit, edhe 16 veta aty i kanë vro. Ndërta edhe kushi, dhe me thonë aty, kanë e kanë gjetë. Edhe pse vogël shumë në mosh, a ke një sekuencë të qartë dhe asaj dite të këtyre pamjeve që mund t'i kesh pare, që kur janë aq mizore, aq barbare, vështirë se hiqen prej na në ditë ma herët, dhe me thonë, kemi dalë nga shtëpia. Nuk kam, dhe me thonë, s'kum qëllu në masakër, po tregojnë, dhe me thonë, që edhe burrat edhe kreti kanë ba me një vend edhe këne kanë zonë, dhe me thonë, i kanë pushkatu. Nuk dihet kush, me thonë, e kanë të parin, se dhe me thonë, është me pa për shembull prindi vajzën duke pushkatu, atëherë është e rëndë, po nuk kemi, dhe me thonë, informata kush. Sepse ka dëshmitar, ka nana e Blertës, dëshmitare, dhe me thonë, ka qenë një shtëpi tjetër, me thonë, ka pështu, burri ju ka vra, edhe vajza, dhe me thonë, atë fëmije ka pas tjerë, vetëm atë fëmijë. Si mbjetoj ajo? Ka qenë në shtëpi tjetër,
me thonë me një shtëpi të kushit, me thonë tash kur nuk, na e thojmë kur nuk e kitë shkrume, me thonë është ajo edhe është ka qenë më shef në mene. Ajo dhe me thonë nuk e ka ditë shumë që ka pëndodh jashtë, po masi dhe me thonë i kanë marë trupat e tyre, i kanë tërhek, atëherë me kamion, atëherë është po edhe që ka, me thonë që ka ndodhi, se nuk është ditë kush e kanin e kanë vra, po ma ndej kur i kanë tërhek kufomat, atëherë me thonë është kuptu që. Ju me kë ishit Tafina? Dhe sa ishte diferenca e kohës na një ditë ma herët kemi shku të halla në Prishtinë. Këta dhe me thonë kam pasë edhe këta për më ardhë dhe me mbyllë shpijen edhe me ardhë edhe më bëha krejt bashkë. Po fatkeqësisht dhe me thonë i kanë zonë edhe i kanë vëra, na të halla jem konë në Dartani. A detë më kujtohet na kanë qitë deri të stacioni autobusav, e di që kemi hypë në një autobus edhe jemi shku deri në Dartani. E vogël, dhe me thonë qka mund dhe me majtë men, edhe në Dartani të halla aty jemi konë. Ma ndej kena, me thonë, na kanë edhe pe i banesave aty na kanë qitë, jemi shku në teren, në teren ma ndej në Blac aty e kena kuptu na që ka ndodhë tragedia në familjes tonë. Thonë, fjallë mas fjallëve, njerëzë mas njerëzë, aty e keni kuptu në që ka ndodhë tragedia. Një dhimbje besoj që i ka godit të gjithë pjesën tjetër të familjes, ty sigurisht, por për shkak të moshës, mendoj që me kalimin e viteve më pas ti është fillu me u kuptu më te për dhimbja edhe humbja. Që ka kujton prej fazës të ndë tritjes, prej procesit të ndë tritjes edhe dëshirës të ndë për me ditë më shumë, për me kuptu më tepër? Si familje kemi hikë shumë, e ceka jemë familje ashtu adhetare që kemi dhonë, jo vetëm këtë luftë, për edhe luftën tjetër, kemi dhonë shumë për vendin. Më thonë jëmë rritën me atë frymëzimin që duhet me dosht atë dhejon. Duhet me dhonë të shumë për atë dhejon. Kërë është puna, diqka du me thonë për atë dhejon dush me konë atë, thonë jëmë rritën me këto fjallë, jëmë tradit, thjesht e kemi tradit në familje, që ka mundë me majtë men është gjyshërit, më kanë lastu shumë. Dhe më thonë, se më kanë blerta o kanë ma e madhe, ma ndë jem kanë unë. Dhe më thonë, na jem kanë plastu pej familjes, pak ma të halit, më shta, na kanë lastu pak ma shumë, se unë e kështu më thojnë, je kanë shumë e urtë. Bele mami thëtë, më shtratë kem lonë edhe që të më thonë s'ke ditë me livrit, po pej familjes nështë e më kanë pak ma të lastum, edhe tashti njerës, të më thonë tashti bisedojme edhe ma tutje, thonë që ke go krejt Fatmirit, më thonë kur ka diqka ti, do më thonë një atë, sepse agji Fatmir, thonë edhe në mahal atë, në lagje, kur ka ndodhë diqka, më thonë se kanë thirë kënë gjusë natës është qu edhe shku më ndalë në dim. Thonë me një mahal atë afer neve, i kanë ra do 3, edhe këtë me thonë shpeu shku i ka kep ato plagë që thonë ja kanë shkaktu serbët. E ka qenë shumë e vështirë për ju si familje pritja e shtrave të tyre me u këthy në vend? Ka qenë shumë e vështirë, ka qenë dhimbje sepse nuk e ke ditë ku janë, dhe me thonë shpesh ka ndodhë, kanë thonë jo është blerta, është gjallë, dhe me thonë kesh njerë që edhe në këtë fatkeqësi, po munojshin dhe me thonë me shfrydzu rastin. Në 2005 edhe në 2007, dhe me thonë, neve 2 herë na kanë qelë plagë të reja. 2 herë, dhe me thonë, nuk i kanë pru gjithë me 1 herë. 2 herë kemi pas rivarim tyre. Thojnë që 3, dhe me thonë, deri sa kanë orë në Kosovë 3 herë janë rivaros, sepse janë kanë në Bajtanic. 1 herë janë kanë, thojnë dikon në Fush Kosovë, kër i kanë vëra mandej në Bajtanic, mandej të në thonë, po shojnë qetë në varezat e dëshmorëve në Fush Kosovë. Po për neve është lecim, sepse në gjdo fest, apo në gjdo datë, shkon të vorë edhe din që janë eshtrat e tyre. Sepse na dim që ka familje ende që nuk e din ku i kanë eshtrat e tyre, kjo është shumë e ranë, sepse nuk e din nështë ku po shojnë, kështu që tash ma jem atë qetë edhe krenaria në mbonë për ta. Dhe për të i datave, shkon shpesh për të i vizitu? Po shkojmë, më thonë se unë emocionalisht jam bajege, dhe me thonë, pak e ligë,
me thonë kështu që do njëherë kur të mërzitëm ose shkoj i vizitoj. Kush dhe pasa kohësh u këthyje në shtëpinë që kishit? Jemi këthy dhe me thonë... Edhe qka si dukej shtëpia? Jemi këthy dhe me thonë me njëherë që u shqiru vende jemi këthy. Ka qenë dhe me thonë krejt rafsh për togu dhe me thonë. Thonë që i kanë hek 24 traktore, vish bërlog dhe me thonë për shvive ato, vish në bortonën, sepse kanë qenë 3 shtëpi. Me thonë, është konë, gjithë shka u konë pejzarës. Gjithë shka u konë pejzarës. Pos, kur e shef, nështë që po këthejesh në shpitone, thonë, është pak një emocion këgja e madhë, sepse nuk jena për shpit huja, po jenë shpitone. Pavarësisht dhe me thonë që dush mja njësë pejzarës, po sa në gjërat banë, po njërst... Por këthehen. Gjërat po bëjshën edhe mas 27 vjetë, mas thonë po... Njerës jo. Përmende më herët edhe Agjëm Fatmir, je me Ramazan? Po. Merë një hurma, bë uj, agjërim të pranuar. Faleminderit. Faleminderit që je edhe në këtë periud, në këta minuta bashkë me shikuesit, që janë të shumë sigurisht e tash për në ndjekin edhe po bëjnë iftar, më lejonit ju tem të gjithve agjërim të lete të pranuar. Me hurma, me uj, e i pa që tyreza tuaja gjithmonë plot. Defina, të ndërpreva më falë, po thoja, doja të ritheksoja atë që the për Agjën tëndë, për Fatmirin. Edhe dëshirën e ti për të ndihmuar të tjerët dhe për të u gjindur pranë kur janë lënduar, kam pas plagë. Një profesion këtë të cilin ti e ndoqe. Dhe jo vetëm si profesion, por diçka e brendshme të tha që është një mision që ti duhet ta qosh në funda? Ndoshta pe fillime, dhe më thonë në tradit, kur e shef, sepse familja ime janë ashtu që i ndihmojnë shumë tjerëve, dhe më thonë edhe Agjën, ku pas doktor Fatmirin, po të ndjerën Florien, Hallën, ka qenë pediatre, ndoshta ka qenë i tradit që unë e kumë vazhdu matutje, po me ndihmu dikonin, ose me dhonë maksimumin, e vetës me shpëtu një jetë nuk ka ma mirë. Pavarësisht ata din personi, apo nuk ta din ti ki mundi shumë aljet kërë shpëton një jetë. Edhe hapa të Agjës, jëmë duke vazhdu, edhe më thonë, dhe me thonë, i ke ga Agjës, ke marrë, dhe me thonë, tradit për Agjës, sepse Fatmiri ka qenë kështu. Zi, me thonë, shpeshë më thonë, jesi në natëresë. Si ke pas të periudën e studimeve, net të lehta, net pa gjumë, a u detyrove që të largoheshe prej aktiviteteve të tjera, jetës sociale, ndoshta jetesës ndryshe se që bënin bashkëmoshatarët tu? Me kry mjekësi, dhe më thonë, është këgja fështirë. To shkojnë vargë që i përmenda. 6 vjetë, ke 6 vjetë, 6 muj, leja 7, dhe sa të diplomajsh, dhe më thonë, dush mu të rejë komplet. Jetës sociale, e gjitha. Do shta ka ndodhë, ke pas provim, familjat ka shku dikon me një drejkë të dosh me najta dhe me mësu. Më thonë, po ndjesh shumë mirë, kur e shef dhe me thonë që e ardhë fundi edhe u kry dhe ma ndej tani ki tjera etapa tutje. Ama është edhe shpenzim, edhe më thonë shpenzim financiar, po edhe më thonë, tërhjek është komplet për i botës. Nuk e di dhe më thonë që ka u konë rinia, që është sot rinia po generatat e reja, dhe më thonë dalë nësane, se s'ke mujë, sepse u dash mi përfundu provime, në qofë se nuk i ke përfundu atëherë kemet mrapa dhe s'kisha më riju sot ku jam. Si e kujton ditën e diplomimit? Dita e diplomimit ka qenë emocion shumë i madhë për mu, po edhe për familje më do këtë a ditë kërë këm diplomu ka qenë shumë, sepse thmija i parë që po diplomon, dhe me thonë masa gjitha asaj tragedie, edhe po krynë mjekësi, me thonë është konë një emocion të one, po të familja këmë vrej 2 fish, sepse të Dafina po shkon hopav të Agjës, Dafina e kryti me sukses, dhe me thonë është konë shumë gëzim i madhë, edhe besoj që ja kom arrit edhe janë krenarë shumë e mu, ashtu më thojnë. Nuk e dyshoj këta. Po si e zrodhe dermatologjinë si specializim?
Zi është merret me të bukurën, më thonë lëkura është ajo që na përfaqëson neve, më thonë jashtë, sepse përbën komplet organizmin e trupit, atëherë zi, nështë më marë ka pjesa ma e bukurës, estetikës, apo sepse kom pas edhe raste, edhe të rritë dhe me thonë që kanë të lashe me akne. Edhe kom thonë, me shiku, me këshyrë, mi bazë gjithje, sepse do të me ditë edhe me trajtu një akne që është do të me thonë, aja u kanë me thonë që kom vendosë me marrë dhe dermatologjinë. Dhe ky mision i yti vazhdon sot e asaj dite, në fakt nga punët e para, ose në mos gaboj e para që ke punuar si mjekë e përgjithshme, ka qenë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare që mban emrin e Doktor Fatmir Krasniqit. Xhaxhait tënd Fatmir Krasniqi. Emocion më vete, krenari, përgjithësi më e madhe kur shkelje në atë qendër me emrin e tij? Aty ka qenë, domethënë, siç e the, puna ime e parë, domethënë që KMF si mjeke e përgjithshme. Kur dikon afër 2 vjet kom punu, mandej kom fillu specializimin, krenari dhe me shërbuj në atë institucion ku hoxha im e mon emrin, dhe është privilegj për mu ka qenë, edhe besoj që ja ku marri, domethënë, mi u dalë ndihmë edhe qytetarëve, edhe kur dikujna i kom tregu kush jam, ose më kanë pyet, kanë thonë çfarë familje ti ki, ka ketë i shku, domethënë, hapave tyre, ju mundu, mu sjell, domethënë, mirë me pacienta, sot dhe a ditë, domethënë, kam falenderime, sepse gjatë kohës Covidit më ka rënë në QKMF, thonë kohën më të vështirë, edhe sot dhe a ditë, domethënë, një ditë u ka një histori, një njeri, po më nalë në rrugë, tha e doktoresha Dafin, thash po, tha a e di, tha që në Covid, tha po vëq po du me të falenderu, tha e din që në Covid, tha ju ke përgjigj gruës tam, tha dhe i ke shkru terapi, tha në telefon, me thonë ishke koha e mbyllë, me thonë, s'ke pas e u dosh pa qare, ndoshta mi dhonë zgjidhje, tha dhe na sot da ditë përmenimi në familjen tonë dhe s'ka ndodhë, tha në doktorat, tha më na përgjigjë në më thonë neve aqë shpejt, edhe le ma tha më na shkru tha neve terapi tha në telefon. Sa mirë. Më tha nuk e kësha ditë asë kush është, po më falenderu. Këto janë besoj ato momentet kur e merë mirë njohjen brapa prej pacientëve. Këto momentet më thonë që s'kanë qmim. Definitivisht nuk kanë qmim sepse të qështë bota zamra malë. Edhe ka shof njerës që nuk t'i harrojt mirat. Po kjo vë edhe në pa edhe shpirtin tënd human që e ke, që nuk është nga të vetmet ose të paktat raste. Në cilat pika deri tani po deshet flasër, se e di që të puna e humanizmit respektoj totalisht ata që duan me mbajt veç për vete, po nëse e ndjen flasësh, në cilat pika, në cilat raste, histori e ndjen vetën se duhet tjesh aty, në shpar do forme që me humanizëm merë në shumë, me thonë më thojnë jenë në Naterez e dytë, thojnë ata ka do në amanet në Naterez, sepse kur diqka kërkon në gjysë natës dikur shpimeja, ose në telefon, ose live, unë e më thonë aty 24 orë 7. Zakonisht aktivitete për vitri, ju dërgoj thmive me leukemi dhurata. Për Bajram, familjeve që nuk kanë, me thonë, ju dërgojmë pako. Ka qenë edhe në Shqipëri, kur ketër metit, me thonë, kom dërgu barna, edhe kom shërby në spital të Durrësit. Po që ka mund dhe me vequ këta pjesën të pediatria, me thonë, është ndjenë që nuk ka qmem. Thonë, ndoshta një avdit nuk vijim vete nga ajo që ka shë aty. Edhe thamë, shpesh herë, thamë shpesh, i kisha që tjertë me po që qka është. Me thonë, qka është ndeti. Sepse pak për neve, dhe me thonë, është shumë për ta. Edhe ato ftyrat busqeshura, me thonë, një dhurat simbolike për vitri, po të thmija, dhe me thonë që është shumë, sepse ja këtha një busqeshje, sepse ne e dim që leukemia çfarë smundje është. Ndoshta, ka pas raste që fatkeqësisht nuk e kanë prit ma ndej vitin tjetër, vitin e ri tjetër, kështu që pak prej neve ata është shumë për ta. Në rastet të tilla, si këto, kur i drejtohesh fëmijëve të prekur me leukemi edhe u dërgon dhurata, çfarë fjalë zgjedh, ose sa minuta përpara bëna diskutimin e brendshëm me veten, se ç'a të them, si të zgjedh fjalë? Unë jam dërgoj edhe maskotat, është një Miki Mouse edhe Baba Dimër. Do me thonë se kur të hyrë repart, dyqysh edhe goja mu
më thonë më koqitë se s'kam qka. Po ata dy, më thonë, maskotat e bojnë pak atmosferën, e ngjallin atë atmosferën, edhe dinë edhe qka me folë me ta tutje. Sepse definitivisht edhe i shef edhe prind janë të lodhur, traskapitur, ndodh ka 1 vjet, ka 2 vjet, dhe me thonë, atë shtëpi e dytë ju ka bo spitali i pediatrisë. Sepse nuk mundemi me shku në shtëpi dhe definitivisht është e rënë. Kështu që i kisha ftu edhe ata që i kanë kushtet vetëm se ka nevoja ta fëmijë. Dhe me thonë qofë se kanë edhe nevoja veç për një parë pijame, lema për tjera tutje qka. Fina, po e flasim një histori të jetës që nga mosha 6 vjeçare, e tutje e rritur me një tragedi në familje, me humbje e dhimbje të mëdha, me një mision që konsiderohet, pra me një profesion që konsiderohet nga më fisnikët në botë dhe që për mua është për të heq kapelen gjithë stafit mjekësor që ne kemi. Ose për çka je më së shumë t'i krenare, sot? Jam për sakrifica, dhe me thonë që i kum bo, edhe ku kum rri, edhe familjes, dhe me thonë, kum vazhdu traditën, matutje qka, edhe jam, dhe me thonë, krenare për vetën, që ke dafin që jam, edhe mos me ndru. Ndoshta shpesh mendoj me ndru, sepse shof njerë që nështë ju kum kryz disa të mira dhe në rrugë nuk të përshëndetin, ndoshta ka herë edhe t'jenë edhe i nati, shpesh tentoj me ndru, po dhe me thonë është e kotë, se kjo punë ishe edhe me gjene. Dhe me thonë ishe kotë me ndru. Edhe shof edhe në Fushë Kosovë, me thonë fjallë mas fjallë, thojnë, kjo nga ka ndihmu kështu, kjo nga ka ndihmu kështu, mandej edhe shoqet thojnë qështu, të qenë lafe për ty, i këshe ndihmu këtu, dhe me thonë, unë atë punë që e kry, dhe me thonë nuk e kry për mu këthy mua, po vetëm e bëj që jam që kjo dafin që jam edhe për Zotin. Edhe dikuj nga thjesht, se ndoshta mas një kohë i bjen men që i kum kry të mira. Jam nga fundi dhe nuk dua që ta mbyll pa fol pak edhe për prindrit e tu, të cilët i ke edhe pikën më të fortë edhe më të dobët, ata të cilët sigurisht i gëzohen çdo suksesi edhe janë krenar me ty sot. Mendon që u ke bërë diçka sot atyre? Jo, i kom bërë që gjithë shka, ata kanë thonë shumë për mu, dhe me thonë pas një këmbim, por besoj që e kom qu, dhe me thonë, me këto sukseset e mija, edhe janë shumë krenar, po lumëturia dhe mirëqenja atyne, dhe me thonë, ka rëndësi shumë për mua. Ta është normal, se cili prind ka mos mu, ndështë ama për një meshtë, për mu... Si kush jeti më shumë? Kuj ti ke në gjamë ati? Mu më thojnë ka babi. Babi, ja? Ama për një mejen pika jem e dobi. Me thonë, mirëqenja edhe lumëturia e tyre, me thonë, ka rëndësi shumë të madhe për mu. Më vjen shumë mirë për këtë. Nuk ka gjë më mirë, se sa të ndihesh shumë rehat me vetën, edhe kur flasim për prindrit. Ta dim që të paktën kemi përmbushur një dëshirë të tyren që t'i shohin fëmijët me shëndet edhe të suksesshëm në rrugë që kanë zgjedhur. Nafin, falenderit shumë edhe njëherë sot për kohën, sidomos edhe njëherë po e theksoj për iftarin që kalove prite me ne edhe me gjithë shikuesit. Uroj të takohemi për rastet mira. Falenderit shumë për ftesën, kënaqësi. Do të ndalemi tani